te ky afati 34 ditë. Natyrisht në kushte normale ky ofrohet për kompromis. Unë nuk besoj që ky ka më ofru për kompromis, sepse këtu kemi pas një vazhdim të lojës, sidomos prej Kurtit, veç me qit fajin te opozita. Edhe natyrisht ka me provu lloj lojsh, herë me LDK, herë me PDK, herë me Kontmundët. Nuk besoj që ka me qenë sinqert ajo ofertë, po vetëm për me mujt me hjek këto, këtu po diçka këtu ditë, që definitivisht vendosja ka filluar me pas frikë prej zgjedhjeve. Për shkak të edhe faktorit Vjosa Osmani. Pavarësisht të simpative të njerëzve këtu e jashtë, për e kundër, Vjosa Osmani ka rol politik, pik. Edhe ka njerëz që votojnë, edhe sigurisht që dalja e saj, vërtet përzonja e saj, prej Albin Kurtit, prej kësaj martesës që ishte politike, i ka kriju një lloj simpatie dhe një lloj antipatie të disa njerëz për Kurtin.